أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për këtij falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton, që Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa ato që në rend humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm, dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Më lëni në radhë parë të përshëndes me përshëndetjen banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Këtë natë inshallah taala dashurit e mi do të vazhdojmë me jetëshkrimin e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Por së sonte e kem emru Ebu Bekr es-Siddiq, Allahu qoftë i kënaqur me ta, në disa rreshta, do të rreth jetës tij në përgjithësi. Që pas kësaj inshallah taala me hi tani në ngjarjet që ka ndodhur në kohën e tij. Në radhë parë është mirë me përmend emrin e tij dhe lozën e tij, dhe të përjardhjen e tij. Emrin e ka pas Abdullah ibn Uthman, ibn Amir, ibn Amr, ibn Qab, ibn Sa'd, ibn Taym, ibn Murra, ibn Qab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fahr, wa Fahrun huwa Qurayshun. Emrin më rëndësi është me hadith që ka pas emrin çka? Abdullah. Emrin e ka pas Ebu Bekr radiallahu anhu, Abdullah ibn Uthman. Ali radiallahu anhu që ka thot? Qala Aliyun ibn Abi Talib radiallahu anhu, inna Allaha anzala isma Abi Bekrin min as-sama as-Siddiq wa kana yahlifu ala dhalik. Thot Ali radiallahu anhu, Allahu subhanahu wa taala thot e ka zbrit emrin e Ebu Bekrit prej qiellit. Allahu e ka emru Ebu Bekrin me çka? Me ofiqin e tij, me nofken e tij, realisht me lakabin e tij Siddiq. Es-Siddiq, ai i cili do thot ka qenë i me përkthy, kanë herë ne përkthejnë fjalën Es-Siddiq i sinqerti. Tamam është. Ama me qenë ma preciz, do më thonë Es-Sidq është vërtetim, me vërtetu. Që ka ndërlidh kjo, ky lakab do më thonë i ti, ky ofiq i ti, si ka ardhë kjo nofk e ti si ka ardhë? Ka ardhë në momentin edhe Alia radiallahu anhu është betu se Allahu e ka zbrit pe i qelit emrin e ti. Alia qka i referohet, e ka zbrit Allahu emrin e ti pe i qelit, kur ka ndodh Israja dhe Mi'raji. Ebu Bekri realisht nuk është taku me pejgamberi s.a.s. me i tregu pejgamberi s.a.s. se në kam qenë në Israja, në Mi'raji, ka ndodh kështu e kështu, po i kanë ardhë Kurejsht. Po besimtar kanë thonë, a i shok jëtë. A i shok jëtë po thëtë se ka shku, do të thëtë, në Isra, Mesjidul Aqsa është falë me këtë pejgambert, pastaj është ngritë mbi 7 palqej Mi'raji, udhëtimi i Mi'rajit, do të taku me Allah subhanahu wa ta'ala. Qa ka thonë Ebu Bekri? A ka thonë ai? Ka thonë e vërtejtë është thonë. Atëherë Allah subhanahu wa ta'ala me këto do të thëtë i është dhonë nofka Es-Siddiq radiallahu anhu. Siddiqu radiallahu anhu du të me i përmend disa prej cilësive fizike të ti. Cilësit fizike të Ebu Bekrit. Qala Qajsu ibn Abi Hazim, dakhaltu ala Abi Bekrin, wa kana rajulan hithan, khafifu lahmi. Thot Qajs ibn Abi Hazim, hyra thot të Ebu Bekri. Tashpe pëna e përshkrun Qajs ibn Abi Hazim, pëna e përshkrun Ebu Bekri që është doke Ebu Bekri, dukjen e ti.
Thot hyrat e Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe e pash se ishte një njeri i hollë, dhe thot nuk ka qenë i trash, ka qenë i hollë, dhe këta e vërteton gjendja e tij, thot çdo herë ka mbajt thot një guri në belin e tij për më mbajt tesha, domethënë çfarë shikon i holl teshat si kanë ndajt në trup. Thot kana rajulan nahifan khafiful lahmi, domethënë i holl, ka qenë i holl me pak mish në trupin e tij, domethënë jo i trash. Pastaj thot wa kana abyad tukhalituhu sufratun hasan al-qamati, thot ka qenë prej atyre me i bardh, ka qenë i bardh, ngjyra e tij ka qenë i bardh, i përzir pak ka e verdha, domethënë nuk ka qenë i zi. Ebu Bekr radiallahu anhu nuk ka qenë i zi, i bardh, ka anu pak ka e verdha, thot i hishëm trup dhe i lehtë në supe, ose në transmetime tjera ka ardhur shpërmend, i fort në supe dhe shumë i fuqishëm radiallahu anhu. Laqabuhu wa kunyetuhu, nofka dhe ofiqi i tij është njoft me nofken e tij as-Siddiq, edhe as-Siddiq nofka e tij ka mujt emrin, që ata ndoshta plot me vet, me thonë çe ka emrin Abu Bekri, Abu Bekr. Jo, Abu Bekr nuk ka emrin Abu Bekr. Emrin e koçka Abdullah. Po nofka e tij ka qenë Abu Bekr as-Siddiq. Kjo ja ka mujt nofka Siddiq, ja ka mujt emrin e tij. Ndërsa ofiqi i tij ka qenë Abu Bekr. Kështu që kjo asaj përket do të thot lakabit, ofiqit edhe nofkës së tij, Islami i tij. Abu Bekr radiallahu anhu e dini është prej të parëve që ka hin Islam. Thot Ammar ibn Yasir, rajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu illa khamsatu a'budin wa mra'atani wa Abu Bekr. Thot e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ta ishin 5, që ta janë kod 5 të parë në Islam. Kush? Thot i kom pa 5 rob wa mra'atani, 2 gra edhe Abu Bekrin. Kush jon do më thonë 5 robrit, është Bilal ibn Rabah, 1. 2 Zaid ibn Haritha, 3 Amir ibn Fahra, pastaj është Khatija radiallahu anha dhe Ummu Ejmen pigrave, edhe Abu Bekri. 5 persona krejt. 5 persona. 5 kanë qenë në Islam. Parve ka qenë kush? Pi burave Abu Bekri. Prej grave Khatija, prej fëmive Alija radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurit e mi e ka lavdu këtë burr në shumë fjalë që tash kemë me i kuptu dhe me i pa. Islami i tij e ka pranu Islamin që është tash prej të parëve. Tash na nuk dojmë mundon se cilën detaj, se është që kena fol në sirën e kuj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kemi folë shkrimin e tij, kemë fol për këto çështje që besoj që i keni mbajt mend. Gratë e tij edhe vllatë e tij ka pas më shumë se një gru. Abu Bekri ka pas më shumë se një gru. Një pej grave të tij e ka pas emrin Qutailah bintu Abdul Uzza, pastaj Rumana e-Kananiya, Asma bintu Umejsin, Habibatu bintu Kharija. Këto kanë qenë gratë e kuj? Të Abu Bekrit radiallahu anhu. Po shpejtoj se po du me ardhë, se kena shumë që ka me folë, po du me ardhë të vlerat e ti. Vlerat e ti. Për hijretin e ti që e ka bo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kena përmend çka në jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk është dëmojshme tash na mundon me i ripërsërit fjalë që i kem thonë. Vlerat e Abu Bekrit, këto du të me i ditë, që ata dhe Imamul Bukhari rahimahullah në sahihun e ti, një kapituj pe kapituj e ka emru virtytet e sahabeve, mawaqibus sahabe, virtytet e sahabeve, edhe ka nisë me të parin për tyne me kanë
me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu, të dashërit e mi, ka shumë virtyte. Na do t'i përmendim në disa. Ebu Hurajra na thot: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anfaqa zawjayn min shay'in min al-ashya' fi sabilillah du'iya min abwab yani al-jannah يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام من باب الصيام وباب الريان أي باب الريان. Thot Ebu Hurajra, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që i dhuron dy llojet pasurisë në rrugën e Allahut, dy llojet pasurisë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, thirret nga portat e xhennetit, domethënë nga 8 dyert e xhennetit. Thotë o robi i Allahut, kjo është vepër pe veprave të mira, domethënë që ti ke bëu hyn në to. Kështu thot, kush që i përkushtohet namazit, thirret prej derës së namazit. Kush i përkushtohet derës së xhihadit, hin ka dera e xhihadit. Kush i përkushtohet derës së agjerimit, hin ka dera e agjerimit. Kush i përkushtohet sadakas, hin ka dyra e sadakas. Atëherë Abu Bekr kur i ndëgjoi këtë hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha: فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله. E pyeti Abu Bekri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha, nuk ka asnjë të keqe, tha, dikush thirret nga të gjitha këto porta ato i dërguar e Allahut. Do me a thirret dikush? A thirret dikush për gjitha këtyre portave? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Na'am wa arju an takuna minhum ya Aba Bekrin." Tha, dhe shpresoj, tha, që ti ki më konë për atyre që ke më uthirë për 8 dyrëve. Dhe ka qenë buri ma të dashurit e mi, në ditë për i ditëve, pra me ndohë, bas namazit sabat, po flasim për një kohë kur, realisht mes namaz sabat që ka, fillon dita, ne jo na fillon dita në bas 10-ve, na ditën e kena në bas 10-ve, dikush 10, dikush 11, dikush ka në bas 12-ve, dikush bas 2-ve, të muslimant e mirë të partë hershëm dita ka fillu me qka? Mbas namazit sabat. Edhe këtu i kem pas pleq tonë të bekum, babalar tonë, që mbas sabahit i kanë qelë dugojt. Po e s'na flitë e moqen. Po flasë për ta e s'na flitë e kërëzëmoni, jo, ma të gjyshre të ata. S'ka pasë mbas sabahit, na flajme opton. Flajme opton, dikush qotën 9, dikush qotën 10, haseb el amel, si që shë ka punën. Këta që kanë që punojnë njën punë të dikush s'kanë qare me dalën, te që ata me bu me ilona dhe 10 flajnë. Muslimat e partë hershëm dhe thonë e kanë pas këtë adet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para mendon mbas namazit sabat. Po pyet tha: "Men minkum sa'imun?" Kush apo ju tha xhirushëm? Ebu Bekri që do thonë ja Rasulullah. Fa men zara minkum maridan, kush e ka vizitu para mendon para sabatit. Kush e ka vizitu tha një të smuar? Ebu Bekri unë tha ja Rasulullah. Tha kush ka jep sadaka, tha unë ja Rasulullah. Tha kush e ka vizitu, tha kush e ka fal dikuj ndonjë gjenazë, po ndohet gjenazë kam ri me fal. Wallahi tha ja Rasulullah, kjo është të orë me fal sabajën e posh. Që ish dek një për muslimanëve, ishit të ja fal gjenazën, ja falem gjenazën. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nuk të bohen që të gjitha këto tek një njeri, veç se i hapen nesër 8 dyert e xhennetit dhe hin për cilës derë dëshiroj. Pastaj për vlerave që tregon që ka pas vlerë të madhe, virtyt të madhe, ky burr i madh është hadithi i Enesit radhiyallahu anhu, thotë en nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajafa bihim faqala uthbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit në godrën e Uhudit. E ka pas një vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush ka qenë në numre, e ka pa godrën e Uhudit. E besoj që kur i nikon numrat, e ka në këni pasu dhe që ka kalëzu këtë në gjarje. Në drejtim të Uhudit atje në ka qenë një pus. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ko pasko e ka shku edhe ullë aty o fresku. I ka shti kom të në pus, edhe o fresku. Në ditë të shku vetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e kalun një sahabe me i boroje. Ka ardhë pas pak Ebu Bekri, ka thonë qëj selam pejgamberit a.s.
Thuj po të bën selam Ebu Bekri dhe po kërkon leje më ardh mu afru nga teje. Shkoj sahabia e pyeti, i tha, po të çon selam Ebu Bekri dhe po kërkon për te leje, tha, po, tha, jepi leje, tha, dhe përgëzoj ato me xhennet. Sidikun tha përgëzoj me xhennet. Erdh u ul ngat Ebu Bekri ngat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas pak erdh Omeri. I tha Omerit, edhe Omerit jetin procedurën ndjeki. Fa bëni selam Rasulullahit, kërkoj leje, po lyp Omeri me arç aty nga teja dhe Ebu Bekrit. Tha jepi leje, përgëzeje me xhennet, me edhe përgëzeje tha me shahid llok. Pas pak tha dhe Othmani, edhe Othmani e boni të njëjtin veprim, edhe ati u përgëzu tha përgëzeje me xhennet, edhe ato përgëzeje se do të bien në shahid. Ku është argumenti këtu? Është që ky hadith që tash kom e përmendu në që e lezova, tha kur ulen aty në post të ndajt, të bo muhabet për një moment u dridhu Hudi, u bo një lojt tërmeti, u dridhu Hudi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, uthbut Uhud, qëndra tha Uhud. Qëndra tha se nuk është për mbi ty, vetë se një pejgamberi Allahut është Siddiku i sinqertë i këtij ummeti, edhe dy dëshmorët. Kjo kallëzon për vlerën e këtën e burrave, në përgjithësi e në veçanti për vlerën e kuj të Ebu Bekr radhiyallahu anhu. Amr ibn Asi thot anë Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athu ala jaysh dhat as-salasil, një pej luftave dhat as-salasil. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërgu Amr ibn Asin në dhat as-salasil, edhe Amr ibn Asin i ka himenja dhe po mdoj ka ndoshta mos po mdon mu mas shumë t'i piketve, se po më qënë mu. Atër e thash kova, fa kultu, ejun nasi e habbu i lejke, ja Rasulallah. I thash, oj dërgumi Allahut, kush është me i dashur, i tha prej njerëzve të këti, oj dërgumi Allahut, fa Aisha radiallahu anha. Pega me sësën ka dash Aisha në ma shumë ti, edhe kjo një selam për kanë, për magarte, për gomarët e jahudive, shijat. E shojnë, e malkojnë, e akuzojnë një moralitet grun më të pastërt që ka hetë se fytyrën e tokës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti Amr ibn Asi, tha, kanë e don më shumë ti? Pe njerëzve, tha Aisha radhiyallahu anha. O min rijal, atë ka Amr ibn Asi me dal te vetja. E pe burra tha Ebuha, babën e vet, Ebu Bekrin. Kultu thumma man, pastaj tha kanë don, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omar ibn al-Khattab, edu Omerin. Thumë tha, adde rijalën, pastaj tha, nisa me pyjtë, vazhdoj me përmend, emra e poshit, do me kësë më kërka dhe e lash me kaq. Allah subhanahu wa ta'ala dashurit e mi e ka lavdu Ebu Bekrin në Kur'an, o përmend në formë të përgjithshme. Për cën ajetet surës Lejl. Allah thot, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالله سبحانه وتعالى ndërsa ai Allahu është që me ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti, kuj larg xhehenemit. Larg xhehenemit. Ai që jep pasurinë e vet dhe pastrohet. Kush ka jep pasurinë më shumë se Abu Bekri? A e dini dikon që ka jep pasurinë kush më shumë se Abu Bekri? Vet tash kemë kuptu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot i vetmi që ma ka jep më kanë ndihmu me trupin e ti, me pasurinë e ti, edhe ketëve thot ja u kom këthy hakin që më kanë ndihmu. Veç një njerit së mujtë me ja këthy hakin, thot ajo është Abu Bekri radiallahu anhu. E Allah subhanahu wa ta'ala e ka lavdun këto ajete që i lezum, thot aj që e pasurin e vet e pastrohet, e pastaj thot e jo për ta shpërblyer ndokush, po e bën për hir për të Zotit, që i ka bërë mirë me parë, po e ka bërë për çka? Për hir të Allah subhanahu wa ta'ala. Ai thot do ta fiton kënaqësinë e Zotit ti të lartë, gjithsesi ai do të gëzoj atë kënaqësi, thot Allahu te baraka wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah në tefsirin e tij thot
ma shumë se një prej mufesirinëve, bilem thot Ibn Kathiri, ka prej selefit që kanë përmend konsenzus të mufesirin se këtë që u përmend në këtë ajet është Ebu Bekri radiallahu anhu, ilmuhu, dija Ebu Bekrit. An Ibn Sa'id al-Khudri radiallahu anhu قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. Thot Sa'id al-Khudri, an Abi Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbajt në hutbë. Kjo i referohet hutbes kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mbajt një për hutbë, domethënë para vdekjes tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allaha khayyara abdan, Allahu i kalon në robit ti me përzgjedh dynjan dhe të mira që ka jonë ta, dhe me apo me zgjedh atë shka është e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot ky rob e zgjedhi, thot kanë atë shka të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur e nditi Ebu Bekri të i thonë këto fjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri ja nisi me kajt. Ja nisi Ebu Bekri radhiyallahu anhu me kajt. Sahabët të çuditshëm thoshën se po kanë kë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kallzon për një rob që e ka zgjedh ato shka të Allahu, ky po kanë. Thot Ebu Bekri ishte ai i cili, thot Ebu Sa'id al-Khudri, ishte më i ditur në mesin tonë se i kuptoi fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ai është për çem vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shoqërimi i pandërprer i Ebu Bekrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Saqë Ebu Bekri dashurit e mi ja u kon me pejgamberin alaihi salam, ja u kon në shpeti. Shtojnë kon dy stacionet. Janë shpe, ja me Ebu Bekri, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto është në mësim kanë erë për disa për ne, jo në do pejneve du të bjallëshu Interpolin me gjithë. E thirë në shpet vetë, ku është, jo s'dim. E vetë janë, jo s'di. E vetë qikën e të jo s'di. Kur s'din me të ka zupër ta? Edhe tani shatë pëndë. Unë jam burë. Allah i kur të s'pudër më ma burë se Ebu Bekri radiallahu anhu. Nuk të ullet burnia ty me ditë baba, nana, gruja, djali, qika ju të kuje. Nuk të ullet burnia, së matët burnia me këto punë. Do këtojnë që burnia me shto punë matët. Mja që më rollat grus, me më rollat, me i vërtit, që kjo burë, jo, për së është kjo burë, këtëm. Jo, Allah i billahi, jo, së është kjo burnia, këtëm. Kjo ma pak burnia kjo. Burnia i ka rendet tjera. Që shka thëtë Urwatu ibn Zubair? Urwatu ibn Zubair, kale, sa'eltu Abdullah ibn Amr, عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي وهو يصلي فوضع رداء في عنقه فخنقه بها خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفع عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فأبيت عروة ابن زبير أبيت عبد الله بن عمرو. Cila është ai momenti më i vështirë që mushrikinët ja kanë bërë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam? Tha po, Abdullah ibn Amri tha, e kom pa Uqbet ibn Muajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte thatu fal, o shku e ka kap me teshen e tij të nalt, o shku e ka kap edhe e ka kap për fyti gati sa tha nuk e ka. Kop pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Deri sa ardh Ebu Bekri radiallahu anhu ja ka largu ata dhe i ka thonë ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, po dëni me vrani njeri veç se po thot Zoti jam është Allahu. Ebu Bekri e imitoi kan sikur sa ai se Allah e përmend në Kur'an rastin e وقال رجل من آل një pej besimtarve në familjen e Faraonit. Çka thot? Se Faraoni kur e hapi urnin tha vreteni kan Musa tha ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Po doni me vra Musa me zonë se po thot Zoti jam është Allahu. Ky ishte Ebu Bekr radiallahu anhu. Sakrifica e tij për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dashurit e mi,
atë shumë ka sakrifiku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Bekri radiallahu anhu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është edhe një pi momenteve që unë e kom veçu du me përmend, është momenti dashurit e mi, kur Ebu Bekri radiallahu anhu e pranoi islamin, ka dalë edhe ka ligjeru para njerëzve. Ka dalë para njerëzve edhe i ka thirrë njerëz drejt Allahu te bareke ve taala. Me besu Allahu te bareke ve taala. Çka kanë bëu mushrikit e kanë marrë, e kanë rrej. Atë shumë e kanë rrej, sa që një pej tëne, Utbe ibn Rabi'a, ka ardhët edhe goditke me nallet e ti ftyrës. Thuhet sa ja ka prish ftyrën Ebu Bekrit për goditjeve. Derisa mo i ka hup Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe dia derisa kanë ardhë fisi ti e kanë marë, do më thonë, Ebu Bekrin edhe kanë marë, e kanë qu Benu Temim, jënë ardhë e kanë marë, e kanë qu në shpite Ebu Bekri, edhe i kanë thonë nanës Ebu Bekrit, këshur kujdesu për të, inshallah po pështon se që ky zot që ka me pështu. A nëse dek kë, thot vallaj, thot kena mu hakmar na për bal do më thonë Udbe ibn Rabi'as. Nana Ebu Bekrit radiallahu anha, kër e ka marë, edhe e ka nis mi abu gati një lloj supe e vladit vetë, po i dhimet, peshe djallin e vetë trem. Kur u kthil Ebu Bekr radiallahu anhu, fjallin e parë, çka tha? Tha qa u bo me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. E kishte gajle pejgamberin alaihi salam. Atër i tha nanës vetë, tha, o nan, tha, shkote Ummu Gjemilja. Ummu Gjemilja ka qenë kush? Një grupe i gruave të bive të Khattabit. Shkote Ummu Gjemilja edhe shko pyte për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shkon nana Ebu Bekr radiallahu anhu te Ummu Gjemilja, i thot, jam arë me të pyt për Muhammed ibn Abdillahin, për pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Çka është puna e ti? Kjo Ummu Gjemilja muslimane ka qenë, për e kam shef islamin. O kur në atë periudhën kur muslimanët e kanë bajt më shef islamin. Ka thonë për cilë Muhammed për folë. Jo, s'dikush o Muhammedi, thot, për e djali jem ndërgoj ty me të pyt. Thot, unë nuk në gjëmë Muhammed ibn Abdillah. Unë mëj me të abovesh një të mirë. Me arë dhe të djali të dhe me bisedu me djalin tonë, me pyt për kam po pyt. Ama që sa e meqme. E meqme të dashurit e mi. Jo me njerë me, do e ki po, vjen dikush, me njerë. Po ona, në gjami bojmë kështu, janë ishtë, do më dhëmë pëtë, do më jam mërë Allah, kushon, të pse o orë, qka po vetë, kur të vetë dikush, diqka, kush jeti që po vetë, si e përgjetë si asaj pune, pse përgjigjesh. Ama që sa gruje meshme, tha, unë e mëj marë, tha të djallit me bisedu me djallin tonë, ta kur hini Ummu Gjemilja dhe e po Ebu Bekrin që a këshin bo me ta, atërë tha, o Ebu Bekr, vallahi, tha, unë e shpresej se Allah ka mu hakmar për ty, për këta që ta kanë bo ty. Atër tha, i tha, ma faale Rasulullah s.a.s. Tha, qa është me pejgamber s.a.s. Ju këthy Ummu Gjemilja, tha, po nana jo të është këtu, dhe me ka të foli gacaj. Tha, fol shlirë fol gacaj, tha se kjo nuk t'i bartë fjallët. Tha, pejgamberi s.a.s. është mirë, është nashe, në gjendjen ma të mirë. Tha, ku është Rasulullah s.a.s. Tha, është në shtëpinë e Erkamit, Daru Erkam ibn Erkam, në shtëpinë e Erkamit, ku umbledhshin sahabet. Nana vetë tha, a u qëtësove djali jam, mirë është Muhammedi alisam, mere tash këtë supije, tha, jo vallahi, tha, jo mbetun Allah, nuk kom e shti as gjonë ngoj pashku me pa Rasulullah s.a.s. Po dha, djali jam qysh me të kapë në ati të dysheks, po mundur mu që kam duja, vallahi, tha, nuk ha ushqim, deri sa nuk më qenit e Rasulullah s.a.s. E morën e kapën për kra, e qunë të pejgamberi s.a.s. Kur hyni të pejgamberi s.a.s. Kur e pa pejgamberi s.a.s. Në gjendje, ftyra e ti shprish prej të rehurave, e morë dhe përqafoj shumë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Ebu Bekrin radiallahu anhu, ndërsa nana Ebu Bekrit pret të jashtë. Po pret jashtë, pret djallin e vetë. Tha, ja Rasulallah, tha, atja jashtë, tha, është nana jeme. Nana jeme e cila, tha, është shumë e kujdeshme me evladin e vetë. Po full për vetën. Ja Rasulallah, ti e rëgjullun mubarak, je njeri bekum,
Allahu t'i pranon lutjet tuja. Ja Rasul Allah, bën dua Allahu me azbut zemrën. Nënës teme me pranu islamin. Që të që të një ndjeshmerin për balë të afërme, kështu du të me i pas zemrat tona. Zotin arrit me sëru Allahu subhanahu wa ta'ala me pas babën pa besimtar nanën. Apo me pas babën edhe nanën vesh me emën musliman, as falet, as agjeron. Kjo mos o ma keq o mo. Mos o ma keq. Du të me shfrytzu. E shani njerit mirë, vjen momenti me e pa një djetar për djetarve që bota islam me një me dhije. Afrodhi, bën me do, bre. Du të me kërku, që nuk kanë kërku sahabet për një tjetërin. Kër e kanë pa një njeri që është i devatshëm, jo shku e kanë trokin deri, kanë thonë, bën dua. Se inna Allah yataqabbalu min al-muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu nuk i pranon veprat edhe duat si pranon vetëm pikuj, pi devatshmive. Ebu Bekri e shfrytëzoi, edhe pse ishte i rehun, s'po kemë ndel kom vetë, e kishte gajlën e islamit për nanën e vet. Nana vet pe ndëgjon, bu ndëgjon ke biseda. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atëre boni dua, fa o Zot, fa udhëzoi nanën e Ebu Bekrit. Kur e hapi derën e Ebu Bekrit me dal, nana vet i tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dhe tha shahadetin. U gëzoi Ebu Bekri radiallahu anhu se nana vet e pranoi islamin. Pastaj vim tek isharetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Ebu Bekri do të jetë halife. Çtu kisha pas shef tash, dhe që tash këto nuk është se keni dëgju. Këtë që i thash besoj se keni dëgju. Tash kisha pas shef me vendu me ndjem pak se jon mesele që duhet me i ditë. Që jo me dal të li thar sharlatani, me na dal neve dhe me na thonë autan, jo Alija u duhet të bëkon halife, se duhet kjo autan. Wallahi me bo me i ndëgju, do gomar pe i rafidhive, ta paraqet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tut si më i madh në dunjë. Ali radiallahu anhu thot kur nxej këtë të lufta, ihtamejna khalfa an-nabi sallallahu alajhi wasallam, mshafshi pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fartrimi kon. Ama kur i ndëgjon shijat, i kshir ata, thush, që pejgamberi o kontre ma së kon Allah. Pse sot dalë mi kallëzu, pas ka pas la ilaha illallah, ka pas trimnimi ju dalë krejt kurejshve. Krejt kurejshve ju ka dalë. Kur o dojë ka thonë, kulu la ilaha illallah, thoni la ilaha illallah kime flu, kur o arë momenti me qena i pari shtetit, tu pas plët njerës për rreth që e kanë dasht, ko ka tut me thonë, mbas meje du të më konë Alija khalife, po. Që se ka thonë këto? Që se ka meritu Alija radiallahu anhu këtë punë? Edhe kjo nuk ka mankasa për balë Alis. Alija është zotëria janë, o sahabe i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dashuria ndaj tij është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama na nuk i ngritim njerëz më shumë se që e meritojnë. Wallahi Alija se ka meritu khilafetin kur para Ebu Bekr radiallahu anhu. Se me pa e meritu, e kishtë me lonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tash ndëgjaj këto gjëra dhe kime e kuptu bi'idhnillahi ta'ala. An Ebi Musa radiallahu anhu qal, marida nabiju sallallahu alaihi wasallam, فاشتد مرضه فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبي بكر فليصلي بالناس. Çish tash? A pet peri përsëris. Mendi rafidit shijat, thush ky pejgamber ka qenë tot. Naudhu billah. Hasha. Buri bura vokon. Në prakt të vdekjes kur smujti me dal me u fal namazin, që tha, muru Ebi Bekrin, urdhëjeni Ebu Bekrin. Pse s'ta urdhëjeni Alin? A u tot për dikuja? A u tot për dikuja? Jo, i to shurjem, po s'ka mujt me dal Alija para Ebu Bekrin. Muru Ebi Bekrin, fel ju salli bin nas, urdhëjeni Ebu Bekrin me dal me u fal namazin. Dhe kjo një pi shareteve se mbas meje du të më konë në khalife kush? Ebu Bekrin, që qaj që ju prin namaz, qaj du të më konë edhe i pari juve. Pastaj ndëgjaj hadithin tjetër. An Jubair ibn Mut'im qala atat imra'atun, ndëgjaj pasha Allah që ta se ndoshta kemë ndëgju për herë të parë këto, është në Sahih Bukhari. Këtë këto që ka për mes janë hadithe në Sahih Bukhari të vërteta. Jo pralla haddathani himarun an himar. Wallahi me bëu mja u lexu librat e shijave. Çuditë është ushta. Gomar për të gomarve. Tha transmeton gomari për i më gomar. Që ndikoj, posh Allah ndikoj një transmetim që me bo me marro mirin tem, djallin tem që i ka 7 vjetë. Me ha kalzu këto kënaqet të kesh. Thot bab kysha pas ka thonë kë ka budal. Tha haddetheni himarun an himar. Më ka transmetu gomari për gomarit. E gomari për gomarit,
se pejgamberi s.a.s. ka hyrë mbi ta. La ilaha illallah. E bare gomar. Gomari po kështu. Mja kallëzu di ku ishte në shekullin 21, besa shekullin 22 se na dalë 22-shin, kesh, dhe e budaltja, gomari pas ka fol, shehit të ne. I ka kallëzu se, në qëtë gomaru o shehti, o dërvish, o superman, në to je hypti, o hypë dhe pejgamberi s.a.s. Pra Allah, hanqeni ara. Pra Allah, që shka të në shekull Albani, rahmetullah alej, pra Allah, hanqeni ara, shkodran qështu, kur po ja fut këtë dikush forta votan, po thëshin pra Allah hanqeni ara. Ndëgjë këtë hadith të madh dashurit e mi, prej Sahihul Bukhari, që mu Imam Bukhariu, tash kësë është tema jonë, me bëm ju këthi kushtet e vërtëtësisë hadithit që i ka vendosur, pse kanë qitë Sahihul Bukharin para këtë librave tjerë, se kushtet e ti në kohë kushtet më të zërta. Imam Bukhariu nuk ka pranu hadith me transmetu për dikuj tjetër, në formë e dhënë, e kom digju për filonit, o duf po tjetër me qatë filonin njëherë njetë mu taku me ta. Te Imam Muslimi nuk ka këtë kusht. Që ta kanë thonë ulemat, kushti Imam Bukhariu të sahihu i ti, është më i rëndë se ka kurtëzu po tjetër njëherë njetë mu taku në një me tjetër, mu po. Qish ka thot Imam Bukhari, në sahihun e ti, anë Jubair ibn Mut'im, kal, atatim mraatun, an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarji'a ilay. Thot Jubair ibn Mut'im një gru vajti te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha hajde herën tjetër. Ajo gruaja i tha ja Rasulullah, ndikoj. A ja Rasulullah, po nëse vi e nuk gjej, dhe me kidek, si e gjallë, te kush me shku? Te kush ka thonë? Shkota Alia. E ka thonë shkota Alia, po. Se dikush po këndonë, vallaj, unë nuk jam, këto që ka bedhom Alin, vallaj, billahi, aj që se dënë Alin, veç munafiki se dënë Alin. Munafiku nuk e dënë Alin radiallahu anhu. Kështu e me jau hek, dyshki se pune. Ama pe përmendi, mi jau qelë sytë, se di që këtu në TikTok e këtu në digoj të plan. Nuk pjo folë, unë nuk jo pëtju folë veç ju ishtu. Ka këto, mbasin dhe gjojnë, e që hinë ligjerata në gjojnë e di, asi gomarë jahudive. E aty në të thirë për më ju këndjel me dalë prej gomarlokit të insanlokit. Tha, nëse e vi ja Rasulallah, nuk të gjej, ku me shku ja Rasulallah? Tha, shko tha te Ebu Bekri, in lem të gjithni, fe ti Ebu Bekrin. Nëse nuk më gjeni, mu shko te Ebu Bekri. Hadithën Sahihul Bukhari, hadithi dhe të thot, është me numër 3, 6, 5, 9, edhe në Muslim 3, 2, 3, 8, 6. Kështu që ardhim vesh me kënë të sakt. E treta, qërë tash? I sharit i tretë. Anë Aisha, Aisha, pse valkojnë Aisha, pse shojnë? Se problemet që, këtë problemet i kanë më Omerin, Ebu Bekrin, Aisha, në Othmanin, e me tjertë, se jo kanë prishit i kadin. Jo kanë qitën paharenat e tyne. Par Allahun po të pes, posh Allahun një me të pytë. A ma mirë dim për ty gruja jote, a qika jote? Cëta din ma mirë për ty? Qika s'mundet me ditë ma mirë për ty? Se qika rënë të buri vetë. Gjali mi gjëstën. A mundet me ditë gjali mi gjëstën ma mirë për ty, a gruja jote? Kush? Gruja mërë, dhe pejgamberi s.a.s. me Aishën, Aisha o konë gruja me dashur e pejgamberi s.a.s. Se ta e u rejnë Aishën radiallahu anha. Aisha radiallahu anha është prej 6 bura mas shumë të i kanë transmitu hadithe. Një për 6 burave kush është? Aisha. Aisha kanë transmitu mas shumë të hadithe. Mas Aishës transmitu kush? Ebu Hurejra radiallahu anhu. Mas shumë të hadithe që kanë transmitu është Aisha radiallahu anha. Që ta këta e u rejnë. Që ta edhe urejnë Bukhariun. Pse se jau ka qitë më pa rrenat e tyre. Thot Aisha radiallahu anha kalet, kale li Rasulullah s.a.s. fi maradhihi. Më tha pejgamberi s.a.s. tha në smundjen e ti. Do më thonë, e jo tjeni smundjen ku e ka po pejgamberi s.a.s. Te Aisha. Mas mirë ti, që shi ka kalu dit e smundjes ti, i dikush, Aisha se në shpitsaj ka vdek, bilem ka vdek më prehnin e Aishës radiallahu anha. Më prehnin e saj ka vdek. Tha pejgamberi s.a.s. Kër ishte smut, tha ud'i li Aba Bekrin abaki wa akhaki. Tha thire, tha
babën tënd, Ebu Bekrin, edhe vllaun tënd, t'ja u shkruaj një testament. Çfarë testamenti? Testamentin e khilafetit, që vetë ka zonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. T'ja u shkruaj tani një testament, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin. Se kon frikë thot, se do kush kon frikë se dikush do të lakmojnë pozit. A kanë lakmu pozit pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Jo. Ajo ndal muhabetet, na je kena për dëshmitar, jo bot shafira sahabet. I kanë bot tekfir sahabet për këtë punë. I kanë qitë pejtinit, a dhe ata gomar të jahudive. Tha nuk kanë betë në islam ma shumë se as sa gishtat e durve. Do me as 10 veta në islam që betë mas dekës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gomar, 120.000 sahabe, krejt mushriki ka bo, naudhu billah. Kjo është menduri. Tha, thire tha babën tënd edhe vllaun tënd, t'ja shkruaj një testament se kam frikë do të lakmoj dikush në pozit, ose dikush do të thot unë jam më meritor, kurse Allahu, që që dikoj, që që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bekrin. Thot kurse Allahu dhe besimtar të refuzojnë dikën tjetër përveç Abu Bekrit. Këtë sahabët ja kanë jep bejan. Këtë sahabët ja kanë, edhe Ali radiallahu anhu ka bejan. Edhe Ali pe thom, s'kam qare pa e thon, mendigu pe shijave, ajnë Khaybar ja Jehud, gjejshu Muhammedin sofe ud. Kjo është një pej margjeve që në shtonë, tha, o Khaybar, o Khayberi Jehudve, gjejshi, ushtria Muhammedit është u këthy. Kër është ku në Khaybar, luftën e Khayberit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, la utiyanna ar-raya, kom ja jap flamurin një njeriu që e don Allahun edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtë sahabët kanë pas shef, Ebu Bekri, Omer radiallahu anhu thot, këtë ditë kanë pas shefu në më konë me pas këtë epitet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ko është Ali ibn Abi Talib? Ko Alia? Ka thonë ja Rasulullah, ka thonë po rënkon prej synit, e ka kap një lloj promaje në sy. Ka thonë thire, këtu ka ndodhur një mucize, e ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pështymen e tij, ka fërku, ju ka shnur syni. Ka thonë merre flamurin la ilaha illallah, zbrit në mejdanin e armiqve. Edhe e din Alia tani, tash është kjo lufta e Khayberit, kërdinat që i ka bu Alia radiallahu anhu, çfarë tribi ka qenë? Thotë se meni ummi Hajdara, më ka qujtë nona Luan. Me ndigu, këta gomar të jahudive, thush këtë të smat mas ka pos. Ebu Bekri, javor. Omeri, javor. Osmani, jo bra, Allah do, po ja ka ditë më në vlerën, po o gomar të jahudive. Po e dinë mërë që fëmijët e Alis radiallahu anhu ka pas emna Omera, Ebu Bekra, Osmana. Pasha Allah më ka rastis, ka është një të po më ardhë që si mi hypitin, kujte ke që po adi kur teshët kosh dan heker, janë si thash, a bën me të pytve gjithka? A e len thash shiizmin ti, nëse fëmijët e Alis e ka pas emlin Ebu Bekr, Othman edhe Omer. Unë e ta vërtetoj. Jo, tha për herë të parë për ndija. Pa që kjo problemi që ti për herë të parë disë, ti e mësuve shpi ndija të magarë të jahudive. Hajde këtë unë, ti ka uzënë e emnat, me emra, qësh një njeri që si ka dasht Ebu Bekrin, edhe Omerin, edhe Othmanin, mës me dasht, kur të se donë ti një e qëtë emnin ati që se të na? Ja Allah, ja kerim. Por se, apet po thëmë, njeri kërë pëmend, o i pëmend, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e refuzojnë tha besimtarët, e refuzojnë mësvari Allahu dhe besimtarët dikon tjetër për pas Ebu Bekrit. Këto e ndashët e mi, jonë disa reshta rreth Ebu Bekrit radiallahu anhu. Disa reshta rreth Ebu Bekrit, e inshallah ta'ala, tash pas 2 javë him në ngjarjet që ka ndodhur. Ka shumë ngjarje. Ngjarja më e madhe që është, me njëherë pas dekës për është kur kanë dalë prej dinit, krejt Arab që ndalë. Kanë betë veç Medinja, thuhet. Mekja dhe Taifi kanë betë në Islam. Ehlur Ridda, kanë dalë prej dinit, kanë thonë, jo, na që tash e kena pas obligim me besu dhe sa kun pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tjerë kanë thonë, jo, na namazin e falim, po zekatin se japim. Zekatin e kena pas obligim veç në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kështu me radhë, po inshallah taala tash po shkojmë me hikadalale, him të ngjarje që besoj që ka nevojë më u përmend, janë disa gjëra që duhet me i përmend, aty ku kam qelluar për mirësive të Zotit, ku kam gabuar për me dhe shejtanit.
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.